përshëndete. Të dashur shqiptarët e mi, erdhi ditë. Sot unë nuk po flas kështu, po flas ashtu tamam. Si kryeministër. Edhe siç e morët vesh të dashur shqiptarët e mi. Kjo qeveri ka rënë. Rama. Kjo qeveri është e korruptuar. Kjo që është. Ta do të arrestohen edhe do shkojnë të në burg. Që gjithë. Ju keni vuajtur shqiptarët e mi. Shumë këta han shileg në për restorantet shtrenjta. Han. Ju nuk mbyllni do të muajnë. Vallaj. Këta janë multimilioner të tërë. Me çokoladë apo me qeshi? Me krem brule, çfarë? Gastari më pyet me çokoladë apo me qerqi. E unë kam të drejtë i përgjigjem. Të dashur shqiptar. Ne jemi më të pa korruptuarit. Unë këtu jam me zvendës kryeministrin tim. Ai është? Me zotin Raku, i cili është i pa korruptuar. Është i pa korruptuar. Po kështu nga fytyra duket që ke korruptuar. Do t'ua vërtetojmë tani përpara të gjithë shqiptarëve, të dashur shqiptarët e mi. Si do e vërtetosh? Ata han shileg. Ju hani fasule. Ata han shileg të pjekur, ju se hani do të shilegun as në tavë. Po. Si do e vërteton që është i pa korruptuar, se nuk e kuptova. Tani, me zvend zoti Iraku mirë mbrëmna. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjete për Ti do na vërtetosh sot që i pa korruptuar. Mirë. Edhe që do të bësh Shqipërinë lule. Atëherë. Po gjatë se ka ky? Tu lejohet. Ky është zvendës kryeministri de facto. Se nuk ka qeveri. Qeveria jemi ne. Ne jemi me mision nga Amerika. Amerika na ka thënë ne. Nuk ka Churchill, nuk ka Stalin. Po si do e vërtetosh që është i pa korruptuar? Zoti Raku, betoj që je i pa korruptuar. Po la zotin punë vetë por ne betim tjetër. E besuat? Ja. Nuk besojmë, bëj i betim më të fortë. Mos është ateist. Çfarë? Burr motre tha. A mos seriozisht e ke tani që shkjo? Nuk të besojnë, thoj burr vllaj. Bëjnë pyetje të vështira, përsëri. Mirë. Pra siç e pat shqiptarët e mi të dashur, zvendës kryeministri është i pa korruptuar. Si nga që tha me burr, çfarë ishte ajo motre? Edhe burr motre, edhe burr vllaj. Çfarë do të thotë tani alla? Seriozisht tani mos e fot. Po Rama s'ka thënë ashtu. Kur betohet ai ashtu, ka drejt. Gazetari më pyet a ka thënë Rama ashtu apo s'ka thënë. Gazetari. Unë kam të drejtë i përgjigjem. Përgjigje ti. Rama nuk ka thënë. Po. Rama ka vjedhur. Shumë Shumë shpejt do shkoni shqiptarët e mi të dashur. Të shkojnë. Rama do vej në burg. Unë e kam thënë. Dhe ka thënë. Qa kam thënë? Ku di janë se s'ka një gjë. E u që ka tamam zëvendës kryeministër ai. Pra unë e kam thënë. Të ta mbështet edhe mendimin. të tëra po bën. Po, fiks. Shumë shpejt se kam qenë jashtë shtetit me ashtu për punë të Shqipërisë. Edhe do vi prap. Kur s'vete ky, vete unë. Jam zëvendës kryeminist. Kur s'vete unë, vete ky. Kur s'vete ky, vete unë. Po, fiks. Edhe shumë shpejt shqiptarët e mi, ne nuk kemi ardhur për vota. Ne kemi ardhur të bëjmë Shqipërinë. Boll keni vojtur. Po si të bësh pa vota, po mirë, se të duhen votat që të jesh. Po mirë, di veta i prej duras. Kjo qeveri ka rënë, kjo qeveri nuk ekziston. Gazetari po pyet si do ta bësh pa vota. Gazetari më pyet si do ta bëj pa vota, dhe unë kam të drejtë i përgjigjem. Përgjigjes. Ne kemi mbështetjen e Amerikës. Qa do të Amerika, shkeli kushtetutën? Gazetari më thotë edhe. Unë kam të drejtë i përgjigjem. Kujdese mos putheni, aman. Atë gazetari më thotë kujdese mos putheni. Edhe unë kam të drejtë i përgjigjem. Mirë. Mjafton. Të dashur shqiptarët e mi, ju them Edi Ramës, Sali Berishës, Donald Trumpit, Nicolas Sarkozys, Carla Brunit, Giorgia Melonit, Massimo Dalemës. Po e boll, okay. Qa? Të rinë veshur. Dhe ata? Të rinë veshur dimri math, ka patur shira, për mbytje, këta han shileg ne për mbytemi, këta ben qep, ne për mbytemi, të dashur shqiptarët e mi, pra si që mord vesh,
Aha. Erdhi fundi. Po ka fundi Tani e ka. kemi marrë ne. Fundi ka me kohë, po nëse. Ju do ta shikoni vetë shumë shpejt. E kemi parë. Do ketë arrestime. Do shpresoj shilegu. Kur të vim ne në pushtet, shilegët nuk do t'i ham ne, po do t'i hani ju. Tash Edhe ne. edhe ne do ham në shileg te këtu, po jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë, se Jo ka një- kolesterol. Jem javë. Një javë, të shoqëruar Po, ka edhe me qikjame. garnitur, ose Po, me si ndonjë patate pila. furre, po. Patate fix. kuki. Mirë prove, hajde suksese në Pafshim. me qeverinë e re. Të dashur shqiptarët e mi, Prapë. natën e mirë, Shënde unë 2 fjalë tepër. thoj 2 fjalë më tepër. 2 fjalë tepër. Të vete po që e kesa dhe ti tjetërit që të suj 2 fjalë tepër. Lere. Shumë. Ku është ndroja se Hiqe, Pra se ne nuk do i di. bëjmë qeverinë.